Egli apo gjesti, cili nga banorët kërkohet më shumë në Google, flet eksperti IT-s. Eksperti IT-s Tomi Kallanxhi, i ftuar në një studio televizive, foli për numrin e ndjekësve në Instagram të banorëve të Big Brother VIP 4. Ai sqaroi se mund të ndodhë që personazhet e njohur të blejnë ndjekës, por ka raste edhe kur ua blejnë fansat apo ndonjë keqbërës. Nuk rriten përdoruesit me shifra aq të mëdha, është shumë e vështirë të rritet me 200.000 apo 300.000 ndjekës në një ditë, tha eksperti IT-s. Në cilat raste ndodh të kesh vërtet një lloj bumi në atë kurbën e ndjekësve. Kallanxhi mori shembullin e prezantuesit të njohur italian Carlo Conti kur mori prezantimin e parë të Sanremos. Carlo Conti mbaj mend kur mori prezantimin e parë të Sanremos, brenda natës së parë, ai ishte 0 ndjekës në Instagram dhe shkoi mbi 500.000 ndjekës. Po flasim për një shtet si Italia, që ka 60 milion banor, tha ai. I pyetur a është e manipulueshme shikueshmëria në Reels, eksperti IT-s u përgjigj: patjetër që po, çdo gjë që është në rrjetet sociale është e manipulueshme. Ndërsa pyetjes se kush kërkohet më shumë në Google, Egli apo gjesti, Kallanxhi bëri kërkimin live dhe zbuloi: po bëj atë të 30 ditëve të fundit. Egli është shumë mirë në Vlorë dhe Berat, kurse në të gjitha qytetet e tjera është gjesti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.